Një 28 vjeçar ka rënë prej një sulmi të organizuar në Lezhë. U dyshohet se është marrë me forcë nga 3 persona dhe më pas është dhunuar. Ngjarja është zbardhur pas denoncimit të babait të riut, i cili u drejtua policisë pasi djali i tij ishte larguar me forcë nga disa persona. Pas marrjes së informacionit, shërbimet e policisë së Lezhës nisën veprimet hetimore, duke bërë të mundur identifikimin dhe arrestimin e 3 të dyshuarve. Në pranë ran 2 vëllezër dhe kushëriri i tyre, të cilët dyshohet se kanë organizuar dhe kryer sulmin. Sipas hetimeve paraprake, konflikti ka nisur për shkak të një pretendimi financiar. Të arrestuarit dyshohet se e kanë marrë me forcë 28 vjeçarin në një pikë karburanti në fshatin Derven, pasi pretendonin se ai nuk kishte shlyer pagesën për 2 automjete të marra me qira në subjektin që administrohej prej tyre. Më pas, të dyshuarit e kanë transportuar të riun drejt një tjetër karburanti në zonën e Shonkollit, ku dyshohet se e kanë dhunuar fizikisht dhe më pas e kanë braktisur në rrugë. I dëmtuari është dërguar në Spitalin Rajonal të Lezhës, ku ka marrë trajtim mjekësor dhe më pas është larguar drejt banesës si jashtë rrezikut për jetën. Materialet hetimore janë dorëzuar prokurorisë së Lezhës, ndërsa 3 persona të arrestuar do të përballen me akuzat për heqje të palishme të lirisë, vetgjyqësi dhe dëmtime të tjera me dashje të kryera në bashkëpunim.